ka habitur prindërit e tij kur bëri të ditur se e dinte sakt vendin ku ishte vrarë, formën e ekzekutimit të tij, madje ai gjeti edhe armën e fshehur me të cilën ishte kryer vrasja e tij. Si e shpjegon feja këtë gjë? Këtë e kuptojmë bashkë, ku të ftuar në studio për të diskutuar për këtë temë, kam mikun e emisionit tonë, Don Artur Krasniqi. Zotri Krasniqi, është shumë kënaqësi t'ju kem. Don Artur, është shumë kënaqësi t'ju kem. Pastor Artur, faleminderit shumë, faleminderit Kron. Gjithashtu, pjesë e diskutimit do t'jetë edhe miku tjetër i emisionit tonë, Hoxh Ladi. Hoxh Ladi, është shumë kënaqësi t'ju kem. Përshëndetje. U pranoftë agjërimi, Hoxh Ladi, me qenë se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Pra, Hoxh Ladi, kemi një diskutim jashtëzakonisht interesant këtu, edhe Pastor Artur. Një fëmijë 3 vjeçar me pretendimin se ai e mban në mend jetën e tij të kaluar, prindërit e tij ka dërguar tek vendi ku ishte vrarë. Madje ai ka arritur të identifikoj edhe vendin se ku është fshehur arma me të cilën ai person është vrarë. Si e komentoni këtë, zotri Artur, me që vetëm ju kam në studio këtu më afër? Të kërëm faleminderit shumë për ftesën. Patjetër që kam lexuar tregimin për cilën ju po referoni. Është shumë e vërtetë që përgjatë historisë, e sidomos në kohën e fundit, ka plot raste të tilla kur njerëzit pretendojnë që kanë jetuar edhe një jetë më herët. Qoftë kjo si pjesë e religioneve që janë të njohur prej lindjes largët, apo formave të ndryshme të besimit, njerëzit pretendojnë se në të kalumen kanë jetuar edhe një jetë tjetër. Shkenca mund mundohet me dhënë interpretime të ndryshme. Unë sot këtu mund t'jap vesh. Pra, ky nuk është shembulli i vetëm apo i pari që po e shoh. Patjetër që nuk është. Madje pas ka edhe një titull, një teori, një term, reinkarnim. Teoria e reinkarnimit është e njohur sot në botë, ka religione ose grupe fetare të ndryshme që besojnë teorinë e reinkarnimit ose rimeshërimit, kthimit në jetë. Lejoni veç me thonë ato që ne predikojmë ose ne besojmë si të krishterë, ato që fjala e Zotit na mëson ose flet për se ne referohemi Biblës. Bibla nuk thot se ka një jetë tjetër. Çdo njeriu i është dhënë vesh një jetë me jetu në këtë jetë. Së pari, gjaja më e rëndësishme që kisha dashur me thonë është se prenia na ka kriju secilin prej nesh në mënyrë unike, të veçantë, secili prej nesh jemi të kriju në mënyrë të veçantë për prenisë. Prandaj çfarëdo teorie tjetër që pretendon se njeriu ka dhe jeta tjera me jetue, vjen në kundërshtim mas pari me vetë prenin, edhe me vetë krijimin e tina. Ne jemi krijuar prej Zotit si qenie unike, prenia na ka krijuar planin e tij të mrekullueshëm. Dhe kur ne pretendojmë se ka dhe një jetë tjetër, jo vetëm e kundërshton shkrimin edhe fjalën e Zotit, po e kundërshton po ashtu vetë prenin, sepse pastaj për njeriu nuk është më e rëndësishme ajo që ne jetojmë një jetë, sepse automatikisht ne besojmë se kemi edhe një jetë tjetër. Kështu që asgjë në këtë jetë nuk është më serioze më marrë me to. Sepse kemi mundësinë ta përsërisim në jetën tjetër. Patjetër, dhe vetë natyra e mëkatit për cilën njeriu duhet më marr, pastaj nuk është më as e rëndësishme, as serioze, sepse ne pretendojmë se kemi edhe një jetë tjetër me jetue. Për t'i përmirësuar këto mëkate. Për t'i përmirësuar, prandaj e vën krejt edhe sensin logjik të mendurit, e vën dyshim se si është e mundshme që ne kemi pastaj edhe jeta tjera me jetu. Prandaj më lejoni me thonë që teoria e reinkarnimit nuk ka jo vetëm një bazë biblike krishtere, por nuk ka as bazë të kuptimit të sensit normal për asnjë njeri. Prenia na ka krijuar secilin prej nesh në mënyrë të veçantë dhe secili prej nesh kemi veç një jetë me jetu në këtë tokë. Bibla thotë, çdo njeri që lind një ditë do të vdes. Edhe kur do të vdesim, ne do të dalim përpara prenisë, përpara Zotit. Prandaj mundësia për me u kthy tjetër me jetu një jetë, qoftë më të mirë, qoftë me përmirësu gabime tjera, nuk ka një bazë biblike. E kuptuam një pjesë e historisë, Hoxh Ladi, por cila është pjesa tjetër e historisë? Unë nuk besoj se do të jeni shumë larg njëri tjetrit në raport me këtë gjë. Desha vetëm një ndërhyrje të vogël se nuk e kuptova qartë nga zotëria që thotë. Domethënë, a e mohoni juve ditën e gjykimit, domethënë të ringjalljes, apo e keni fjalën Jo, reinkarnimin e mohon. Reinkarnimin e mohon. Ne nuk besojmë që ka reinkarnim, por patjetër që ne besojmë që çdo njeri do dalë përpara Perëndis, patjetër. Po. Tamam, se këtu në këtë pikë jemi të përbashkët për arsye se të gjithë besojmë tek dita e gjykimit, domethënë dita e llogarisë, ringjallja. Po shumë e vërtetë, edhe në bazë të Kur'anit është se nuk ka rikthim më në këtë botë. Pra,
ky shans i kësaj jete është vetëm një herë. Mirë po, historia Fenomenin si e spjegon. Pra, në qoftë se Kurani thot se ne do të kthehemi në ditën e gjykimit, ashtu si edhe tha pastor Krasniqi këtu, si e spjegoni faktin e tregimit të këtij fëmijë? Atë dësha të themi, dhe më thonë, kjo zona e Golanit që thatë, jetojnë kryesisht një sekt që quhen Druz, dhe ato kanë marrë pjesërisht nga krishtërimi, pjesërisht nga islami dhe pjesërisht nga judaizmi, por edhe nga hinduizmi. Dhe me thonë marrin pjesë. Dhe këto kanë një besim që nëse personi vritet apo vdes, shpirti i tij hyn tek një krijesë tjetër, në rast se ai, sipas tyre gjithmonë, ka qenë njeri i mirë, shkon tek një njeri i mirë apo tek një shpend, tek një fazan apo tek një zog. Në qoftë se ka qenë i keq, shkon tek një gjarë, pra ky është mendimi i tyre, dhe me thonë, sepse unë e thash ato janë sekt, dhe kanë disa gjona, janë rreth 1 milion njerëz që jetojnë ndërmjet Izraelit, Sirisë edhe Libanit. Po. Madje në atë zonë janë rreth 20.000 druz në këtë Golan, por identifikohen si pjesë e islamit realisht. Në vitin 1967, kur Izraeli pushtoi këto luginat, këto malet që ishin ku jetojnë to, deshit ju jepte pasaporta izraelite që ato nuk i pranuan dhe vazhduan në besimin e tyre. Pra pjesërisht marrin edhe nga judaizmi, nga feja e tyre, dhe këto pretendojnë se shpirti pra kthehet, dhe ky fëmijë tregon, po kjo mund të jetë thjesht një histori, një diçka, do me thonë, duhet pa originaliteti, duhet par sa serioze është, do me thonë, a është diçka që i se... Pra ju mund të thoni se mund të jetë edhe një sajes, por... Duke aluduar se mund të jetë tillë, dua t'u bëj një pyetje tjetër. Dhe kjo do të jetë, sepse diskutimi jonë nuk do të jetë më i gjatë sot. Dua ta bëj edhe një pyetje që është pyetja e fundit për ju sot, Hoxh Ladi, çfarë ndodh pas vdekjes? Cili është harku i shpirtit pas vdekjes? Po, ajo që Zoti më thot në Kur'an, yes'alunaka anir ruh, të pyesin ty për shpirtin. Kuli ruh min amri rabbi, thuaj se shpirti është çështje e Zotit, dhe nuk është dhënë dijeni, dituri, do me thonë, e madhe rreth kësaj çështje, por ajo që ne marrim nga Kur'ani dhe hadithet, thënjet e pejgamberit autentike, tregojnë se shpirti, pasi e lëshon trupin dhe engjëjt janë një grup engjësh, të cilët e marrin shpirtin, dhe engjulli kryesor është engjulli i vdekjes, që neve e quajmë Melekel Maut, engjulli që merr shpirtin. Dhe ai engjull është i porositur për marrjen e shpirtit njeriu, dhe pasi e merr shpirtin, dhe këtu kemi dy çështje. Kur njeriu është i mirë, besimtar, se prandaj edhe dita e gjykimit duhet të ekzistojë patjetër, që neve besojmë pa diskutim, sepse kjo është një lloj peshorje që e ndalon njeriu nga keqbërja, pra është një edukim i madh tek njeriu se thot nuk do bëj keq sepse do t'jap llogari para Zotit. Pra është e frikshme nga njerëzit cilët nuk besojnë, sepse ai mund bëj gjithçka, ai ka thjesht peshoren e ndërgjegjes, mirë po shpesh ndërgjegja humb, ndërsa besimi është më i fortë se ndërgjegja dhe mbetet. Pra kur në momentin që ato e marrin shpirtin dhe kur ai është i mirë, ato thonë o ti shpirti bindur ndaj Zotit, ja ayyuhan nafs mutmain, o ti shpirti bindur plotësisht ndaj Zotit, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya, tani kthehu ke Zoti jot i kënaqur. Po. Adkhuli fi ibadi, futu tek vendosu tek robrit e mi të mirë, o adkhuli jannati, futu në parajsën e Zotit. Pra parajsa e Zotit është vendi i përgatitur për shpirtrat e mirë. Mirë po ti do të pyesësh, do me thonë, si është çështja e shpirtit tani, a jemi në gjendje, do me thonë, që të perceptojmë me gjitha gjërat siç neve po flasim tani, po patjetër. Patjetër vetëse kemi të bëjmë me jetën shpirtërore që fillon nga momenti
i daljes shpirtit nga trupi. Trupi respektohet, varroset, por Hoxh Ladi, ju keni shumë informacion, edhe zotri Krasniqi, dhe problemi është se nëse elaborojmë krejt informacionin, do ta shpenzojmë krejt kohën, dua pak në pika më të shkurtra, me mirëkuptimin tuaj, gjithmonë. Çfarë ndodh? Do thotë, shpirti del nga trupi, me laqet e dërgojnë tek... Engjëjt e marrin, ngjitet në qiell, kalon portat e qiellit njëra pas tjetrës, i urohet mirëseardhje tek Zoti gjithmonë kur është shpirti i mirë, edhe thot kthejeni shpirtin e robit tim tek trupi, tek varri, dhe shpirti pastaj qëndron tek varri, dhe prandaj neve pastaj shkojmë tek varri dhe themi ky është varri i filanit. Po, dhe pra, deri kur qëndron tek varri, deri në ditën e Kiametit? Qëndron deri në ditën e Kiametit, tamam. Pastaj ndodh ringjallja, llogaria, kalimi i urës Siratit dhe vendosja në parajs. Do t'i Në rast se është keqbërës dhe nuk meriton, atëherë bie nga ura dhe Zoti na ruaj, ai është zjarri i xhenit. Do të flasim për këtë temë dhe do ta shtillojmë pak më gjerësisht Hoxh Ladi së bashku, por e ndalim këtë diskutimin dhe dua ta shohim këndvështrimin tjetër. Pastor. Spari, unë mendoj që ti ke gjetë një temë shumë të veçantë, sepse tema për që ti referohesh sot rinkarnimit, besoj që është tepër e rëndësishme për shoqërinë njerëzore. Ky fenomen nuk është i lidhur vetëm në një krahin të caktuar, por gjatë gjithë botës njerëzit ende sot vazhdojnë me përdiku ose me besu në teorinë e rinkarnimit. Rinkarnimi është një farloj filozofie për mi ik Zotit. Domethënë me gjetë një mundësi që sot në këtë jetë nuk do i përgjigjem për nis, por ndoshta do të kem edhe shansën e dytë edhe shansën e tretë. Qartë. Unë këtu sot nuk mund të jap teoritë mia, unë mund të referohem vetëm asaj çka fjala e Zotit thotë, çfarë Bibla thotë. Çfarë thotë ajo? Si të vërteta që në këtë jetë ne kemi veç një jetë për të jetuar. Çdo njeri që lind një ditë do të vdes, por ka një shans të dytë në këtë jetë. E shansa dytë në këtë jetë është që secili prej nesh ke mundësi me u kthy ka Zoti, derisa jemi këtu gjallë, me kërku ato me gjithë jetën, me gjithë zemër, dhe me jetu një jetë që i pëlqen prej. Jo me anë veprave tona të mira, por me pranu mëshiren, muslimanët të thonë rahmetin e Zotit që është shfaq për neve, sipas Biblës me anë të Jezus Krishtit. Pastaj, një ditë secili njeri ka me vdek, dhe secili prej nesh, dhe nëse ne kemi jetu një jetë sipas Zotit, patjetër që Bibla thotë që prenia ka përgatitur parajsën për gjithë ata që besojnë ta. Ashtu sikur edhe ferri ose xhenemi është një vend i vërtet që është përgatitur për gjithë ata që e mohojnë mëshirën e Zotit, e mohojnë dashurinë e Tina, e mohojnë ato që prenia ka shfaq për gjithë njerëzimin. Prenia nuk na ka lënë që na mi pëlqy atij me anë të forcave tona, me anë të fuqive tona, sepse ne si njerëz kemi dështu për me bëni gjatë tillë. Në fuqitë tona njerëzore ne s'më me bë mjaftueshëm për me pëlqy prenis. Prandaj prenia ka shfaq mëshirën e tij, dashurinë e tij, për na thirrë secili për nesh me pas mundësi me vendos besimin ton në atë dashuri që shfaq Jezus Krishtin, për faljen e mëkateve çdo njeri. Asnjë mëkatar nuk mund të shkojnë në parajs. Në parajs mund të shkojnë vetëm mëkatar të falur që e kanë pranuar mëshirën e Zotit. Teoria që ka dhe një jetë tjetër, ka dhe një jetë prap, e ndoshta atëherë mujna me jetu më mirë, e kundërshton pikërisht planin e prenis, e kundërshton ato që Zoti ka pas për njerëzit. Prandaj, nëse unë do të doja me thonë diçka jo prej binjeve të mia, por prej shkrimit të shejt, këshilla jonë është që në këtë jetë, po ne kemi një mundësi, tash, derisa jemi gjallë, Bibla thotë, sot është dita e shpëtimit, me u kthy me kërku pranin me gjithë zemër. Edhe ka mundësi me gjetë një gjatë tillë. E qartë, zotri Artur, është shumë kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit shumë. Shpresoj që diskutime të tilla spirituale do të kemi raste të diskutojmë në të ardhmen. Zoti bekoft shumë, faleminderit dhe për ju. Faleminderit shumë. Hoxh Ladi, është shumë kënaqësi t'ju kemi në emision. Gjithmonë është kënaqësi që tema të tilla të diskutojmë së bashku. Urime edhe një herë muaj shenjtë i Ramazanit, u apranov Zoti agjërimin dhe besoj që shihemi në të ardhmen. Faleminderit shumë. Atëherë mish, përpara se të ndam me Hoxh Ladin dhe pastorin Krasniqi, u tregoj se sekretari NATO-s arrin tani më në Kosovë, aktualisht ai është duke u takuar me presidentën e vendit, zonja Vjosa Osmani. Ne do të shkëputemi për pak marketing dhe do të flasim për një temë krejt tjetër në bllokun e fundit të ditës së sotme.